Prioritetet e diplomacisë dhe politikës jashtme amerikane tashmë dihen që ndërlidhen me konfliktet kryesore në vend, duke përfshirë edhe luftën mes Izraelit e Iranit në këtë moment, por edhe luftën mes Rusisë e Ukrainës si dhe vatrat e tjera të krizës. Unë shoh pozitivisht faktin që zoti Trump e përmend edhe Kosovën dhe e shes si një nga temat të cilat ai do të merret gjatë mandatit të tij, por para se të mendojmë për pozicionin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, vërtet neve na takon që të mendojmë ku është Kosova sot dhe blokada e cila po vazhdon për shkak kryenësisë së zotit Kurti të lëvizjes vetëvendosje është e dëmshme edhe për pozicionin e Kosovës, sepse nëse në një moment të shpejtë që nuk mund ta dimë kur do të jetë ai moment, ka një kërkesë nga SBA-t për të pasur një qasje më proaktive në raport me marrëveshjen potenciale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe nëse ne nuk i kemi institucione të konsoliduara, kjo gjithsesi që dëmton pozicionin e Kosovës. Faleminderit shumë.